بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai xhalla shanu. Selamat i dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar shpjegimet nga veprat e zemrës e që në neve. Sot me lejen e Zotit do shpjegojmë me një vepër të re të zemrës, e që është e të rëndësishme, për arsye se në disa derse të kaluara kem fol rreth devotshmërisë që është vepër e zemrës dhe frytet e saj, ndërsa sot do flasim rreth tawakkul, e që neve e shpërkthejmë si mbështetja në Zotin xhalla shanuhu. Tevekkuli apo mbështetja në Zotin është vepër e zemrës. Njeriu e ndjen me zemër dhe pastaj e qet në praktik, për arsye se prej gjërave që janë shumë të rëndësishme për muslimanin është që ti mbështetet Zotit e tij në çdo formë dhe në çdo porë të jetës së tij. E tawakkul në aspektin gjuhësor do thotë al-istislam, do thotë dorëzim, ju dorëzu dikujt. Ndërsa në aspektin shariatik ka domethënie të ndryshme. Ka domethënie të ndryshme që ulemaja e Islamit janë mundu që të na shpjegojnë neve sa më mirë që është e mundur, që të jetë sa më e kapshme për neve në të gjitha sferat e jetës, për arsye se thamë është vepër e zemrës që neve na ndjek gjatë tërë jetës. Na ndjek gjatë tërë jetës. Ibn al-Qayyim thotë: "At-tawakkul yajma'u aslaini, ilmu al-qalbi wa 'amaluhu." Mbështetja në Zotin i përbën dy çështje. Po thotë ilmu al-qalb wa 'amaluhu, dija e zemrës dhe puna dhe vepra e zemrës. Dija e zemrës thotë ma ilmuhu fa yaqinuhu bi kifayat wakilihi. Vepra e zemrës, mbështetja është kur njeriu thotë e ka bindje thellë që i mjafton atij që ju ka mbështet. I mjafton robët atij që ju ka mbështet për Zotin xhalla shanu. I mjafton për çdo gjë. S'ka nevojë të mbështetet as kujt tjetër përveç Allahu xhalla shanuhu. Wa anna ghayrahu la yaqumu maqama. Edhe dikush tjetër s'ka mundësi ta zëvendësoj Zotin xhalla shanuhu. S'ka mundësi. Në zemrën e muslimanit, në zemrën e besimtarit, mbështetja në Allah do të më qenë e tillë që robi do të më pas bindje të thellë që kur ti mbështetet Zotit xhalla shanuhu, asgjë tjetër s'ka mundësi zëvendësimin e tij. Ndërsa puna e zemrës, në këtë punë në mbështetje thotë është fesukunu ila wakilihi, me qenë i qetë, qetësohet zemra kur i mbështetet Zotit të tij. Qetësohet zemra besimtarit. O tafuidihi, o taslimihi, dhe lërja e gjërave të gjitha në dorën e Zotit xhalla xhaluhu, edhe dorëzimi para madhnisë së tij. Dhe duke e ditë që askush nuk mundet me kry punë sikur se ai xhalla xhaluhu. Ne i mbështetemi pra Zotit subhanahu wa taala. Ndërsa Abdullah ibn Abasi e transmeton dhe thotë se mbështetja në Allah do thotë bi annahu athiqatu billah, me qenë i vendosur në besimin ndaj Zotit xhalla xhala. Me qenë i vendosur në besim dhe në mbështetje ndaj Allahut subhanahu wa taala, që asgjë nuk ndodh vetëm se me lejen e tij. Asgjë nuk na godet vetëm se me lejen e tij. Por mbështetja në Allahun është vepër e zemrës që besimtari shpesh bjen për i provimit, sepse kollaj është shpjegimi i saj, ndërsa kur njeriu e qet në praktik, atëherë del në shesh e vërteta se sa ne mbështetemi Allahut xhalla xhalaluhu. Gjithashtu thot një prej ulemave të Islamit, at-tabri'atu min hawlika wa quwwatik. A di çka është mbështetja në Allahun? Është me ja ditë hallin vetit, që ti edhe unë as kem forcë, as fuqi me bën ndryshe. Kjo është gjithashtu e rëndësishme me marrë vesh. Pra unë edhe ti nuk kem mundësi
edhe forcë me bën ndryshim absolut, është Allahu xhalla xhelalu. Kjo është mbështetja që duhet robi me apo Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thot një prej ulemave të Islamit, huwa athiqatu bima fi aidi Allah, fi yadi Allah, wal ya'su amma fi aidi an-nas. Mbështetja në Allah thotë do të thotë me qenë i bindun se ajo që është në dorën e Zotit më e mirë se sa ajo që është në dorën e njerëzve, dhe mos më marr me ato që është në dorën e njerëzve. Mos më shpresu në ato që është në dorën e njerëzve, po më shpresu në ato që është tek Allahu xhalla xhelaluhu, e tek Allahu janë khazainu s-samawati wal ard, janë thesaret e qiejve dhe tokës. Kur don Zoti ja jep robit, kur nuk don nuk ja jep robit. E kështu me radhë. Pastaj i thot një prej ulemave të Islamit gjithashtu, mbështetja në Allah do thot isnadul abd amrahu ila Allah taala. Thot robi mi jam mbështet dhe mi jam vesh të gjitha çështjet e Zotit xhalla xhelalu. Mi ja dorëzu të gjitha çështjet e tij Zotit, dhe çështja e tij me qenë vetëm dorën e Zotit xhalla xhelalu. Wahdahu la sharika, i cili është një dhe i pashoq dhe nuk e meriton adhurimin përveç tij askush. Fi jami' umurihi, në të gjitha çështjet e tij të jetës, e dunjawiyya wal ukhrawiyya, të dunjas dhe të ahiretit. Të gjitha çështjet e dunjas dhe të ahiretit ja dorëzu Zotit xhalla xhelalu. Kjo thot është mbështetja e vërtet në Allahun e lartësuar. Dërsa thash edhe më herët, kur ne nuk dalmi në praktik, nuk i shohim se sa i mbështetemi Zotit. Vetëm atëherë kur sprovohemi, vetëm atëherë kur na godet ndonjë fatkeqësi, atëherë marrum vesh se sa jo kena mbështet Allahu xhalla xhelalu. Thot një prej ulemave të Islamit, një Bishr al-Hafi, yaqulu ahaduhum tawakkaltu ala Allah yakdhibu ala Allah. Dikush thot unë jam mbështet Allahut, mirë po në realitet është duke gënjy për Allah. Law tawakkala ala Allah radiya bima yaf'al Allah. Sikur robi do të mbështetë Allahut, kish me qenë i kënaqur me ato që e ka bërë Zoti për ta. Dikush nuk është i kënaqur me ato që ja ka dhënë Zoti. Ky nuk është duke u mbështetë Allahut. Ky nuk e din çka është me u mbështetë Zoti xhalla xhelalu. Ai i cili nuk është i kënaqur me ato që ja ka dhënë Zoti xhalla xhelaluhu, qoftë i pasunisë, qoftë prej evladëve, qoftë prej shnetës, qoftë prej çka do të qoftë ajo, që ai është dhe ekziston, nuk është i kënaqur me ato që ja ka dhënë Zoti, ai nuk është duke u mbështetë Allahut. Fon. A ka probleme të tilla? Ka plot vëllai. Sa njeri e gjykon Zotin xhalla xhelaluhu për shkak të jetës së tij. Nuk pajtohet kurse si me jetën e tij. Nuk pajtohet kurse si me caktimin e Zotit. Nuk është i kënaqur me jetën që ja ka dhënë Zoti. Ky nuk i mbështetet Allahut azza wa jall. Ky edhe mbështetja dhe tevekuli janë larg njëra me tjetrën. Nuk është i kënaqur me pasurinë që ja ka dhënë Zoti. Nuk është i kënaqur me gjykimin që e ka Zoti ndaj tij. Nuk është i kënaqur me evlad që i ka, nuk është i kënaqur me pasurinë, nuk është i kënaqur me shëndet. Kur gjë se kënaq hiç. Nuk rrin vend, shkon diku larg, sjetohet këto, ik prej vendit, kur ti shkon atje, s'u bën rahat, kthehet, kur kun s'u nxen vend, pse? Nuk ka mbështetje ndaj Allahut. Nuk ka mbështetje ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. E të dashur vëllezër, pa mbështetje të mirëfill ndaj Allahut, nuk ja dim vlerën as asaj që e kem. As asaj që e kem nuk ja dim vlerën. Për këtë arsye, muslimani kur e merr vesh që është duke u mbështetë Allahut atëherë kur është i kënaqur me gjitha që ja ka dhënë Zoti xhalla xhelaluhu. Për këtë është cilësia e muslimanit, cilësia e mirëfillt e muslimanit është më u kënaq me pak. Në ato që ja ka dhënë Zoti, më dhon elhamdulillah. Cilësia e muslimanit është me shikuar ato që janë më poshtë dhe jo ato që janë më lart. Sepse të bën pastaj që ti mbështetesh Allahut, t'ia dish vlerën asaj që e ke dhe mos të lakmosh në ato që nuk e ke. Pastaj është pyet një prej dietarëve të Islamit, i u shton atij, thonë si më marr vesh unë që ju kum mbështet Allahut ç'është duhet. Qysh me qenë për njerëzve asket në dynjë, qysh me qenë për atyre që ju kena mbështet Allahut shumë. Ju ka përgjigj ai dietar, ka thonë Allah azza xal, mos më dhon ty as me hangër as me pi 3 ditë hiç. Ti mos më mendu keq për Zot. Mos më pas me hangër as me pi 3 ditë. Ti mos më shku menja me thonë pse Zoti më bën.
Që atëherë thotë e ke arrit ato që duhet më mbështet Zotit ashtu siç duhet. Përndryshe, thotë kem probleme në mbështetjen e Zotit. E si arrihet mbështetja ndaj Allahut? Si arrihet? Sepse salam është vepër e zemrës. E para dashur vëllezër është duke e njoft Zotin. Pa e njoft Allahun xhalla xhalaluhu që na ka kriju neve me emra dhe cilësitë e tij, duke e ditë fuqinë e tij, duke e ditë që është i gjallë përgjithmonë, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ai i cili as nuk ka lindë as se ka lindë askush, dhe sikur ai nuk ngjason askush sepse krijuesi i gjithësisë, duke ditë që na ka kriju dhe na ka pru në këtë dynjë, ai ka dhënë jetën, ai ka dhënë të mirat. Kur e njohëm Allahun xhalla xhalaluhu ashtu siç duhet, ne i mbështetemi atij ashtu siç duhet. Kur nuk e njohëm Zotin, s'kem qysh mi mbështet Zotit kur ne se njohëm. E Allahu xhalla wa ala nuk nifet duke bredhë rrugëve, po duke shku në vende ku përmendet Zoti, ku mësohet për Zotin, duke lexuar gjëra të cilat flitet për Zotin, duke lexuar libra, duke lexuar librin e Zotit, Kur'anin famlar, nifet Allahu subhanahu wa taala. Kur robi e njeh Zotin e tij, padyshim që mbështetja s'ka më mungu kurrë. E dyta dashur vëllezër është marrja e shkaqeve në jetë. Pasi që robi e njeh Zotin e tij, e din dhe i mbështetet Allah, po i merr shkaqet në jetë. Se e din që nuk mjafton vetëm i mbështet Zotit. Me thonë, unë ju kom mbështet Allah dhe tash rrinë shpe. As nuk dal me punu, se unë ju kom mbështet Allah që është duhet. Ja, kjo është gabim. Kjo është gabim me thonë, unë ju kom mbështet Allahut, edhe rrisë kjo është ndurë të Zotit, e unë tash rritë e shpia. Jo, du të me dalë me marë shkaqet. Me marë shkaqet në jetë. Për asyje se, me nejtë e shpia nuk dhe rrisku. Me dalë me e lypë, të vjen risku, të hebë Zotit xhalla xhalaluhu. Të hebë Zotit. Për këtë asyje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu që më së shumti ju ka mbështet Allahu. Më së shumti. Bile një prej emrave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është el mutawakkil. Një prej emrave të Muhamedit alayhi salatu wasalam ka shumë emra, ka Ahmed, Muhammed, Mustafa, Ebul Qasim në ufka e tij. E prej emrave të tij që Allahu xhalla wa ala e ka thujt me të në Tevrat është el mutawakkil, i mbështetur i fortë në Allah. Me gjithë atë që ka qenë njeriu më shumë që i ka mbështet Zotit, s'ka dalë në luftë pa parzmore. Nuk ka dalë në luftë pa parzmore. S'ka thonë unë tash i kam mbështet Allahut edhe Allah ka më mbrojt mua. Jo. I ka vesh parzmoren e tij në gjoks, në kokë dhe u dal në luftë. Kur e ka shliru Mekën, ka shku me parzmore, në kokë dhe në gjoks. I ka marrë shkaqet. Kur ka bë hijret, 3 ditë ka nejnë shpellë. Pse i ka marrë shkaqet e jetës, për më na tregu neve që njeriu që më së shumti i mbështetet Allahut është muslimani i vërtet, i cili i merr shkaqet në jetë. Sepse njerëzit fatkeqësisht sa i përket shkaqeve e gënjejnë veten. Ndonë 3 kategori. Ndonë në 3 kategori. Ata njerëz të cilët hiç nuk i marrin shkaqet në jetë dhe thonë ju kena mbështet Allahut. Edhe bëhet mirë. Jo. Kjo është gabim. Një islam i tillë nuk i ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një muslimanllak i tillë nuk i ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është gabim. Dhe njerëz të tjerë të cilët zakonisht janë jo besimtar, janë ateist, janë jo musliman, të cilët dinë çka është Zoti, ata i marrin të gjitha shkaqet në jetë. Vetëm shkaqe ju besojnë. Edhe nuk i mbështeten Zotit xhalla xhalal. Edhe thonë s'ka çare baba, jo valla, pa thon Zoti nuk bëhet asgjë. Ta zakonisht i marrin të gjitha shkaqet, por nuk i mbështeten Allahut. Edhe këta janë kategori e devijuar. Kategoria e mesme, mesatarja gjithmonë është mesi, gjithmonë është rruga e duhur. Janë ata besimtarë të cilët i mbështeten fort Allahu xhalla xhalaluhu dhe i marrin të gjitha shkaqet në jetë. Nuk rrin ulaj edhe me prit rrezikun, po del punon. Për me shtiru vani nuk dosh mi marrë shkaqet dhe mi mbështet Allahu xhalla xhalaluhu. Sepse pa i marrë shkaqet, pa bën lëvizje, Allahu s'nimon. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu xhalla wa ala thot nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata të fillojnë me ndryshu në veten e tyre, pra me marrë shkaqet në jetë.
Ti rre, Zoti s'tjak, s'timan. Mos me pa lëviz ne, nuk kishmi mujt me shtiru venën. Dikujt ju ka dokt absurde, qysh na para një fuqie, para një ballafaqimi me armikun, ata janë më të fuqishëm se na, ata kështu. Pse? Këta njerëz kanë besu vetëm në shkaqe, pa ju mbështet Allah. Ta kanë besu vetëm në materiale, pa ju mbështet Allah. Mirë po kur robi është i sinqert, e ka kauzën e vërtet, i mbështetet Zotit Gjelle Gjelaluhu, edhe i merë shkaqet atë sa ka mundësi, pa dyshim që Allah s'ja hub mundin. Dhe kja hub mundin, edhe ja sot këje. Pra marja shkaqet edhe mbështetja në Allah, është kryesorja, dashur vëllezër, për me arrit, me ditë çka është mbështetja në Zotin Gjelle wa Ala. Për arsye se Allah nuk ja hub mundin askujt prej robërve të tij. Ata që janë mundu, i kanë marrë shkaqet në jetë, Allahu Gjelle Gjelaluhu, pa dyshim që ju ndihmon, edhe bon mrekulli pastaj me ta. Bon mrekulli me ta. Një për rasteve që ka ndodhur në luftën e fundit në Maqedoni, e tregon një luftar që ka qenë bashkë me Mulla Jakupin rahmetullahi alejh, që është gjallë ende, thot u lodhëm shumë, thot, ma tregon të mua, thot, hoxh u lodhëm shumë, tha, se duke bardh armatim prej Kosovës, se duke quhen Kumanov, sa dhe atë shumë u lodhëm, i morëm gjitha shkaqet, po na harxhu tha uji. Harxhu tha uji. Tha dhe nuk kishmi mundësi me vazhdu rrugtimin nga lodhja, nga etja e madhe, tha, të vazhdonim edhe pak, tha, vdesëm, tha, nga etja. Vdeshëm nga etja. Tha dhe për ndëgjojmë një zat një kronit, po bën një kru e malan. Tha dhe dëllëm një kru, po qëtë uj shumë. Tha dhe dashti zoti, pinëm uj, u freskuam, tha dhe, dëllëm, tha, në Kumanova, të afër Kumanova, se fshati në Slopçan, ku ka qenë Mulla Jakupi rahmetullahi alejh, tha ish dalë me na prit hoxha. Tha dhe ja tregum gjarin, tha më hoxh, gjithë tha shkaqet i morëm. Po në fund tha, ju dorëzum Allahu Gjelle Gjelaluhu se kem të vdek eti. Tha dhe filon kroni, qiti uj, tha i shkon të qit uj. Tha Mulla Jakupi thot, jo, aj s'qet uj. S'qet uj, aj me vjet, me dekada nuk qet. Wallahi thot qet uj, jo s'qet. Thot jena kthy, zbashku me hoxhën, me shikua po qet uj apo jo. Kër na kthy, tha, nuk qet uj. S'qet tha uj. Pse? Ka dasht Allahu Gjelle wa Ala me ju ndihmu atyne. Domthon një ujë i cili s'ka rrjedh me vitet të tona, po ku njeriu i ka marrë shkaqet në jetë, i ka marrë sebepet, dhe ju ka mbështet Allahut, Allahu bën mrekullina. Allahu Gjelle wa Ala bën mrekullina pastaj me robërit e tij. E prej atyre gjërave që neve na i shton imanin dhe besimin dhe mbështetjen në Allahun është ku neve i marrëmi shkaqet në jetë dhe i mbështetemi Allahu Gjelle wa Ala, pasi që ta njohmi Zotin Gjelle wa Ala shumë. Pastaj, të dashur vëllezër, prej gjërave që na i mundson të mbështetemi Zotit ashtu siç duhet, është që zemra jonë të qetësohet kur i mbështetemi Allahu Gjelle wa Ala. Të qetësohet. Dhe jo më mbështet Zotit prej zorit, sepse kur na godet fatkeqësia, pas disa kohës ti patjetër dush mu pajtu. Po kur i mbështetesh Allahut, mu qetësu zemra, dhe e din që e ki një Zot mbi 7 qiell i cili ka kriju ty edhe mu dhe e din çështjen tonë. E din dhe na ndihmon kur neve i marrim shkaqet dhe i mbështetemi Allahut subhanahu wa taala, e pasta husnu dhannu billah, me pas mendim mirë për Zotin Gjelle Xhelal. Robit mos mi shku mendja keq për Zotin e tij. Kur pse Zoti ma bani veç mu këto, e pse kështu, e pse ashtu, për arsye se tregon që nuk ka mbështetje në Allahun azza wa jall. Nuk ka mbështetje kur robi fol fjalë të tilla dhe dalin nga goja e tij. Kur thot pse Zoti ma bani këto, atëherë dihet që ky njeri s'ka mbështetje në Allahun azza wa jall, ka iman të pakët ose s'ka iman fare hiç, sepse njeriu besimtari, muslimani i vërtet nuk e thot këtë fjalë, nuk mendon keq për Zotin Gjelle wa Ala, sepse Allah azza wa jall me urtësinë e tij i bën gjërat që të rrjedhin ashtu siç i dën ai dhe jo siç e dim ne, sepse Allah Gjelle wa Ala thot asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Thot ju ka mundësi që të urreni një gjë që është më herë për juve. Po dhe kundërta, ka mundësi thot që ju
ta doni një gjë, po që është keq për juve. Prandaj, kur robi mendon këto gjëra, e din që Allah Azza wa Jall e ka zgjedh më të mirën për muslimanin, për robën e tij. Gjithashtu, gjërat që na ndihmojnë me mbështet Zotit shumë është el-istislamu leh, dorëzimi para madhnisë së Zotit. Me u dorëzuar me gjitha çështjet tona. Me të gjitha çështjet tona, me gjuhë, me zemër dhe me trup, Zotit subhanahu wa taala, edhe e fundit rida bima qaddarahu Allahu subhanahu wa taala, edhe e fundit është kur robi është i kënaqur me caktimin e Allahut azza wa jall. Është i kënaqur me caktimin e Zotit. Sepse thot një prej ulemave islamit kur e komenton domethënien e mbështetjes në Allah, thot është që robi duhet me ditë që çdo gjë që ndodh me lejen e Zotit. Nuk ndodh diçka pa thënë Allahu xhalla wa ala. Nuk të ka godit diçka pa thënë Zoti xhalla wa ala. Atë që don Zoti ndodh, ato që se don nuk ndodh. Kur robi merr vesh këtë çështje, mbështetja e tij ndaj Zotit është e madhe dhe pajtimi me caktimin e Zotit është i madh. Dhe pajtimi me caktimin e Zotit pastaj është i madh dhe nuk del fjalë që e hidhrojnë Zotin xhalla wa ala nga goja e muslimanit, nga goja e besimtarit, për arsye se edhe ne me zgjedh vetë, si thojnë ulema e islamit, ne me pas zgjedh vetë jetën që e kem sot, me zgjedh vetë, me panalon Zotin, me thonë, hajë zgjedh në jo, çush po doni, nuk kishmi mujt me zgjedh më mirë se sa ato që Zoti e ka zgjedh për neve. Nuk kishmi mujt me zgjedh më mirë se sa ato që Zoti e ka zgjedh për neve dhe dashur vëllezër besimtarë. Andaj, prej veprave të zemrës është at-tawakkul, mbështetja në Allahun xhalla shanuhu wa taqaddaset ismuhu, prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka qenë Allahumma laka aslamt, o Allah vetëm ty të dorëzova, wa bika amant, dhe tek ty besova, wa alayka tawakkalt, edhe vetëm tek ty u mbështeta, wa ilayka anabt, edhe vetëm tek ty u ktheva. Prej duave të Resulullah sallallahu alaihi wasallam është që na mëson neve si musliman se dorëzimi do të më bëj vetëm Zoti xhalla wa ala, dhe vetëm atë duhet ta besojmë, dhe vetëm atij duhet të mbështetemi, dhe vetëm tek ai duhet të kthehemi kur neve gabojmë në jetën tonë, dhe padyshim që gjithë secili prej neve është gabimtar dhe më i miri prej gabimtarëve është ai i cili pendohet, duke lutur Allahun xhalla wa ala që të na fal neve dhe juve, të na bëj prej atyre besimtarëve që Allah azza wa jalla është i kënaqur me neve. Allahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.